Vendosje erdhen në pushtet me premtimin se do të punojnë me duart e pastra, por shumë shpejt u kuptua, u shpalos se janë të zhytur kokë e këmbë deri në fyt me pazare për punësime. Kjo nuk është qeveri, kjo është thjesht qeveri e WhatsAppit. Mesazhi i IVV-s për një të ri apo një të re është i qartë, është i ftohtë, është brutal. Nëse je militant i Dejonës, e ke derën e hapur. Nëse je student i dalluar apo profesionist i ndershëm, e ke derën të mbyllur. Për VV-n, shteti është pronë private, ndërsa zyrat e shtetit janë degë në degë të partisë. Kosova po përballet pra me aferën me atrand kapjes së shtetit, të njohur tani si WhatsApp afera, apo afera e marrjes së vendimeve për interes publik në grupe private të qeteve të ndryshme, jo vetëm në këtë platformë të komunikimit, por edhe në platforma tjera të komunikimit privat. Përmes këtyre grupeve, jo formale është kriju një shtet paralel dhe kjo ka kriju pasoja për qeverisjen demokratike në vend, duke e shndruar në qeverisje totalisht të kapjes së shtetit dhe jo të demokracisë funksionale. Shefi formal politik i kësaj qeverisje, apo i kësaj forme të qeverisjes është Albin Kurti.